ja edhe fit check. Isha duke menduar atë vëj takat e zeza, për më në fund I vura këto sepse ende nuk më shëruar krejt brini. Oh, wait. We need to talk about my beautiful pin. Thank you very much. Kemi takimet me konzulatat në Miami dhe ja, si po ju dukem? Pak taket vogël krejt. Very proud of this little guy right here. Thank you very much. Pastaj në salmonin e bëj me salmon freskët, lajm, avokado, pak fije qep njoma, shumë pak, ginger turshi, sot I hodha pak kaperi, avokado në mathash edhe kastravec. Dhe pastaj me salsën ponzu, edhe pastaj edhe të pjata vet, soja, shumë soja. Atëherë, kam marrë telefonin këtu të pasyra sepse dua t'ju tregoj outfit që kam veshur sot, me qenë që kam pak kohë, sepse jam bërë gati para kohës, si gjithmonë, sepse po ka diçka që unë urej, janë njerëzit që bojnë vonesë. Dhe unë kam shumë shoqe që gjithmonë vonohem. Përgjithësi, kjo përsan që isha gati. Ky është outfit nga kolekcioni Azzurred. Është një përsan shumë I bukur me veref, që ka këte detaj shumë të bukur me lule. Janë këto punimët që bën me dorë, por mund të hiqet. Dhe është një stil mendoj që përshtatet për shumë situata, për darkë, për drekë, me shoqët, me një talçizme, me taka. Unë kam veshur me këto takat në koleksionit të ri nga Zara, si por. Adela flasim edhe shqip, sepse anglisht. Tani këto dy produkte çfarë janë? Janë shumë, s'ka mundësi që më erdhi një ngjyrë kaq e mirë. Dhe kjo nuk është për reklamë, unë nuk bëj reklama. Thjesht doja ta ndajem me ju këtë. Beautiful Things është linja re që është për bjondet, për mbrojtjen e bjondeve, gjithashtu kemi dhe linjën e re The Present Time që është boja më natyrale, demi permanente, që është me vajin e kokës dhe e lën kokën sa më natyral në më të mbyllshme. Atë shikoni rezultatin, volum edhe një ngjyrë që se kam pasur një rast në Amerikë, çuditshme. Çuditshme, domethënë në Shqipëri është çudit. Jam habitur. Që jam gati për javën e modës në Taipei, se duhet jem edhe ftuarinderit atje, duhet të shkëlqeja. Kështu që tek Adela Bjondet, vetëm tu, tek Adela, no? Po doni më pyesni mua, ju bëj kontakt. Faleminderit shumë për lulet. Ju dua të gjithëve që më ndiqni, nuk e prisja. Na keni zbukuruar mbrëmjen, uroj që sot të jetë gjithçka shkëlqyeshëm. Shikoni sa lulet më kanë sjellë. Jeni të mrekullueshme. Rota nuk di si t'ju falenderoj të gjithave. Edhe fustanë në një peqet. Joni falenderit shumë për të mrekulli. Vata dhe Bela Maçit.